Një histori që prek dhe rikthem besimin te forca e dashurisë prindrore, vjen nga Malisheva. Një nën aty ka bërë një akt të jashtëzakonshëm sakrifice për vajzën e saj, duke i dhuruar një pjesë të mëlçisë për t'i shpëtuar jetën. Pas një operacioni të gjatë dhe delikat, ndërhyrja kirurgjikale ka përfunduar me sukses, duke sjellë lehtësim dhe shpresë për të gjithë familjen. Burime nga familja kanë konfirmuar se gjithçka ka shkuar mirë dhe si nëna, ashtu edhe vajza, ndodhen në gjendje stabile. Orët e pritjes kanë qenë të gjata dhe të mbushura me emocione, por fundi i këtij rrugtimi të vështirë ka qenë pozitiv. Mjekët kanë bërë të ditur se procedura ka kaluar pa komplikime, duke theksuar profesionalizmin dhe përkushtimin e stafit shëndetësor gjatë ndërhyrjes. Aktualisht të dyja pacientet po qëndrojnë në kujdes intenziv, ku po monitorohen vazhdimisht për t'u siguruar që rikuperimi të vazhdoj pa probleme. Ky rast nuk është vetëm një lajm për një operacion të suksesshëm, por një dëshmi e gjallë e dashurisë së pakushtzuar të një nëne. Një vendim i vështirë, një sakrificë e madhe dhe një shpresë e re për jetën e vajzës së saj. Momente të tilla na kujtojnë se forca e familjes dhe dashuria prindrore janë më të mëdha se çdo sfidë. Ne i urojmë shërim të shpejtë dhe rikthim sa më të shpejt në përditshmëri, si nënës ashtu edhe vajzës. Nëse dëshironi të ndiqni histori të tjera që frymëzojnë dhe prekin zemrën, mos harroni të bëni like dhe të abonoheni në kanal.